Fenomeni shkodran Louis Ailey duket se vazhdon të mbetet i pakonkurrueshëm edhe 2 vite pas përfundimit të edicionit të tij të madh në Big Brother. Edhe pse spektakli ka kaluar në faza të reja, emri i Louisit nuk del nga qendra e vëmendjes dhe duket se edhe ata që dikur e shihnin si rival, sot i japin meritat që i takojnë. Një ndër to është dhe reperi Arkimed Lushaj, i njohur me emrin artistik Stresi, i cili në një intervistë të fundit është pyetur se po të ishte në finale bashkë me Luizin dhe Gjestin, kush do ta fitonte Big Brotherin. Përgjigjja e tij ka qenë e drejtpërdrejtë dhe pa asnjë hezitim. Luizi. Sepse ai ishte profesionist në atë program, është shprehur Stresi, duke e përforcuar edhe më shumë bindjen publike se Luizi nuk ishte thjesht një finalist, por një lojtar që zotëronte të gjitha elementet e një fitimtari të vërtetë. Për shumë shqiptar brenda dhe jashtë vendit, loja e Louis Aileyt ishte një përzierje e rrallë mes emocioneve, strategjisë dhe karizmës që mbushi ekranet dhe zemrat e publikut për muaj të tërë. Ai nuk e fitoi vetëm çmimin e madh, por edhe dashurinë dhe besnikërinë e publikut, që edhe sot, në çdo postim apo projekt të ri, e ndjek dhe e mbështet. Komenti i Stresit vjen si një tjetër dëshmi se Louis Ailey është kthyer në një standard në historinë e Big Brotherit në Shqipëri, dhe se emri i tij lidhet natyrshëm me fjalën mbret të këtij formati. Nuk është hera e parë që figura të njohura të skenës shqiptare e pranojnë dominimin e Louisit në spektakël, por ky moment vlen veçanërisht sepse vjen nga një reper me peshë. Në rrjetet sociale, reagimet kanë qenë të shumta dhe të ngrohta pas këtij deklarimi, ku shumë fansa kanë risjell momentet më të forta të Louisit në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, duke i cilësuar ato si të papërsëritshme dhe autentike. Pavarësisht se edicioni i radhës i Big Brotherit ka nisur me emra të rinj dhe me energji të reja, për shumë njerëz krahasimi është i pashmangshëm dhe Louisi mbetet pika më e lartë e atij spektakli. Ai është bërë një ikon që e tejkalon vetë formatin dhe që ndikon ende në perceptimet e publikut, mediave dhe artistëve. Deklarata e Stresit e vërteton edhe një herë se kur përmendet emri i Louis Aileyt, të gjithë bien dakord për një gjë: ai nuk ishte thjesht pjesë e një spektakli, ai është ndërroja të në ardhmë.